A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selamet qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit. Jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Bekri Efendi Ejupi, imam dhe hatip në xhaminë Rshadie të fshatit Setapetka. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën, kënaqësi është që më mesin tuaj, edhe një herë Zoti shpërblef për punën që cilën e bani. Amin. Faleminderit edhe nga ana jonë. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, tema e sotme që do ta elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është besimtarin e zbukuron edukata apo sjellja apo morali. Hoxhë nderuar, si për fillim, cili është thelbi i Islamit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Përshëndetje tona të përzemtë rrevullës së pejgamberëve, shembulltyrës së njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam i dërgojmë. I nderuar hoxhë, mendimi i parë i cili u shkon njerëzve kur thuhet se cili është thelbi i Islamit, ato mendojnë në pikë të parë se thelbi i Islamit dhe vetëm ai është shahadeti, namazi, agjerimi, haxhi, kjo grupe i ibadeteve formale. Ky mendim në pikë të parë është i saktë, mirë po pas kësaj qëndron diçka tjetër. Thelbi i Islamit nuk janë vetëm këto. Thelbi i Islamit është ajo çka na fitojmë prej këtyre ibadeteve, çka na fitojmë prej namazit, çka na fitojmë prej agjerimit, çka na fitojmë prej zakatit. Për këtë kemi shumë argumente. Allahu i Madhërisht kur drejtohet në Kur'anin fisnik për namazin, thotë inna salate tanha anil fahshai wal munkari. Me të vërtetë dhe kështu me radhë, namazi largon prej këqijave, prej të irrituarve, tregon se pas ka një qëllim. Namazi pas ka një qëllim. Cili është qëllimi i kësaj? Qëllimi i këtij namazi, këtij adhurimi, i këtij ibadeti, veçanti që ka që njeriu ta ndryshoj, ta largoj prej të këqijave, prej të irrituarve, prej asaj që është ndaluar dhe ta bëjë më të mirë. Domethënë kjo është moralitet, është pjesë e moralit. Ashtu sikur se thotë edhe për agjerimin la'allakum tattaqun, që u që bëj të devotshëm. Domethënë thelbi i Islamit, përpos që janë shahadeti, namazi, haxhi, zakati, këto si shtyllat e Islamit, edhe ajo që ka del për këtyre shtyllave, do të thotë që ka me të vërtet thelbi i Islamit, që ta ndryshojë njeriu. Ne do ta mundohemi që ta elaborojmë dhe ta shpjegojmë me një shembull, që ne ka pru dhe e ka sjell pejgamberi alayhi salatu wassalam në Sahihun Imam Buhariut, ku tregon si ngjarje që duhet të jepë përsi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kohën e Sulejmanit alayhi salam, ne dim se besimet tre besime, sikurse krishterizmi, hebraizmi dhe edhe islami, e kanë njëjtin qëndrim se Sulejmani alayhis salam ka pasur fuqinë, bisedoi me kafshët, komunikoi me ato dhe ka qenë pejgamber edhe i kafshëve, i dërguar edhe i njerëzimit, edhe ka pas fuqinë që të kontrollojë dhe erën dhe kështu me radhë, tregon se një shpend, një zog do të fluturojë në kohën e Sulejmanit alayhis salam në krahët e një njeriu. Në krahët e një njeriu, i cili kishte pasur një formë ashtu të një besimtari, një mjekër, një xhube, një farlloj kapele, si lloj çallme, dhe ai do ta largojë me dorën e tij atë lloj shpendi dhe do t'ja dëmtojë njërin krah. Dhe ky lloj shpendi do drejtohet te Sulejmani alayhis salam për të kërkuar drejtësi. Dhe Sulejmani alayhis salam për të vendosur drejtësinë, ai do të nisë më një herë që t'ja dëmtoj krahun atij. Dhe shpendi do t'i thotë kështu, do të kisha dashur që ndëgjuesit dhe ndëgjueset të ndëgjojnë me vëmendje, shpendi do të thotë kështu Sulejmanit alayhis salam: drejtësia ime që do të kërkoj është ndryshe. Nuk dua që unë këtij njeriu t'ja dëmtosh krahun, po dua që këtij njeriu t'ja heqësh mjekrën, t'ja largosh xhuben, t'ja largosh çallmën, atë kapelen, se ky me atë mu më bindi se ky është njeri i mirë. Ky është besimtar i mirë. Dhe unë u prej ataj, ndërsa i më lëndoj. Dhe kjo këtu mund kohën tonë na tregon ne se ne mund të kemi një formë islame, një mjekër,
e cila na përfaqëson ne, një kapel e cila ka edhe më shumë rëndësi dhe vlerë, apo një xhube e cila edhe më shumë vërteton se kush jemi na, dhe ne nëse bëjmë veprime të cilat nuk i ngjajnë Islamit, atëherë ne kemi kundërshtu atë cilën thirrë Islami. Do të thonë, besimtari i Shqipërisë qesë i paqt, i mirë, i sinqert, i moralshëm, i sjellshëm dhe jo të dëmtoj. Ne nuk kemi atë fuqi që një njeri ta gjykojmë me veprimet tona, mirë po mund të ta këshillojmë. Dhe kjo janë ato urtësitë e Islamit. Dhe për së fundi prej kësaj, do të kisha dashur një shembull më adekuat. Dhe do besoj se do të pajtohen edhe ndëgjuesit edhe ju me mua. Kur Allah më dhërishëm në ajetin kuranor që përmenda më sipërmi, tha inna salate tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi, dhe kështu me radhë. Me të vërtet inë përforcoj namazi largon prej të këqijave, prej të rriturave dhe kështu me radhë. A mundet dhe a pranohet që një njeri është pjesë e xhamisë, thirret në Islam, thirret në besim, që të jetë i papastër, që të ofendoj, që të lëndoj, që dëmtoj tjetrën apo ta përgojoj tjetrën. Kjo është një pyetje që na ngjall një mendim më të rëndë se vallë sa është edhe i saktë ky lloj ibadeti adhurimi. Dhe gjithë kjo si përfundim i pyetjes kësaj. Islami në thelb është edukat. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam tha inna ma bu'ithu li utammima maqarim al-akhlaq. Unë jam i dërguar që të përsos për të mbush virtytet e larta islame. Allah shpërblet o gjenerat. O gjenerat, çka peshon më së shumti në ditën e gjykimit, në ditën ku do të ringjarme para Allahu xhaleshanu o xhaleshanu? Pyetja e qelluar dhe që lidhet me titullin e temës, i nderuar. Ne si pjesëtar të besimit të pastër islam, besojmë se para Zotit në ditën e llogaridhënies gjithë ne bashkërisht do të japim llogari. Dhe aty do të ketë një pishore mizan, apo pishore e cila do të marrë veprimet e njerëzimit dhe veprimet që do ta caktojnë fatin tonë në xhenet apo na ruajt Zoti në xhenem apo në ferr. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, shënon Imam Tirmidhiu, Imam Ahmedi, që është hadith që gjem në 2 koleksione të haditheve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, besimtarit në ditën e gjykimit, llogaridhënies, kur do të japim llogari dhe kur do të peshohen veprimet apo punët, amelet tona, nuk do t'i peshoj asgjë më shumti se sa morali i mirë. Që tregon se çfarë vlere dhe rëndësi i ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam moralit. Madje ai e përmbushi këtë dhe në hadithin e lartë përmendur që përmendëm të pejgamberit alayhis salam para këtij, pejgamberi alayhis salam përkufizoi edhe esencën e dërgimit të tij si pejgamber, tha unë kam ardhur për të përsosur moralin, për ta bërë njeriu njeri, individ të pastër, të drejtë, të sinqert, të sjellshëm. Andaj edhe tha në hadithin Imam Tirmidhiut, po dhe Imam Ahmedit, nuk do t'i peshoj njeriu të më shumë të asgjë në botën tjetër. Në ditën kur do të japim llogari, më shumë ti se sa morali apo sjellja, edukata e mirë. Kjo ishte një farlloj paralemrimi i pejgamberit alayhis salam për gjithë ato që thirren në Islam dhe pretendojnë se i takojnë umetit të Muhamedit alayhis salatu wassalam. O gjendëror, pasi që jemi të lidhja tema ka të bëjë me besimtarin e zbukuron edukata. Një pyetje, si manifestohet morali i vërtet islam? Morali i vërtet islam. Para se dalim te kjo pyetje dhe t'ja hapim përgjigjen kësaj pyetje, s'par herë ne duhet shohim se cili është definicioni i moralit. Nëse shohim edhe definicionin e përgjithshëm, definicionin që e kanë dhënë fjalorët botëror, morali thotë është një grup rregullash, virtytesh që mësojnë një njeri apo një individ të caktuar se çka është mirë dhe çka është keq. Çka duhet të bëjë dhe çka duhet të largohet. Ashtu dhe Imam Gazali do të thotë, morali është gjendja e brendshme e njeriu që ja tregon atij vetiu se çka duhet bëj, cila është e drejta. Dhe duke parë këto, ne kuptojmë se nuk qenë kaq e lehtë edhe të definohet se si manifestohet morali i Islam. Mirë po, duhet të kemi parasysh se morali i Islam nuk është vetëm se ajo buzëqeshja formale. Nuk është vetëm se ai veprimi formal. Falc. Morali islam ngjehet, do të jesë në brendësinë e njeriu, në shpirtin e njeriu. Njeriu do ta ngjejë moralin islam, të jetojë me moralin islam, ta shprehë moralin islam dhe ta tregojë më shumë të atë me veprimet e veta. Morali islam do të thotë një ashtu Imam Gazali është sikur sa i fryti i pemës. Njeriu thotë se jam besimtar, do të thonë ekziston vetëm se pema, po frytja e saj pemës është morali. Njeriu kur thotë se jam besimtar,
do ta tregoj besimin e vet me moral. Dhe ky moral është frytja e asaj peme e cila quhet Islam apo iman. Ky besim Islam manifestohet spariherë njeriu do ta manifestojë në familjen e tij. Me bashkëshorten, me prindit, me fëmijët, sjellja e mirë, çfarë sjellje i jep atire, sjelljen që e ka i vet parimi që do të kishte ta pasur, se nëse diçka nuk mund t'ja japësh tjetrit. Andaj njeriu do ta ketë vet atë dhe pastaj jep familjes së vet të ngushtë, rrethet me cilën ai jeton, dhe kjo është manifestimi i parë. Pastaj manifestimi i dytë del edhe më larg, del me komshin, me lagjen, me qytetin, me shtetin cilën jeton. Ai tregon me veprimet e tij, me sjelljet e tij se kjo është moralitet. Mirë, po moraliteti jetohet. Sikurse e thamë edhe kur e filluam ligjëratën apo mesazhin e kësaj dite të bekuar, ditës së xumas, besimi islam tregohet jashtë. Besoj se do të pajtohesh edhe ti me mua. Më shumë ti ka ardhur koha tani që njeriu besimin e vet, moralin e vet ta manifestoj jashtë. Nga se nëse më përmbyllim islamin dhe e ngushtojmë, e lëmë në muret e xhamisë, dhe e lëmë në një ibadet të caktuar të cilën e bëjmë brenda viteve. Kjo nuk është islam. Islami është jashtë. Ne në objektet e xhamisë manifestojmë, bëjmë atë që quhet rit fetar. Ndërsa islami jetohet jashtë. Sjellja jon, veprimi jon, madje edhe hecja jon, madje edhe shikimi jon është moralitet. Kjo është në cilën realisht thret islami. Andaj edhe kur thash se islami manifestohet morali islam edhe jashtë, duhet të pasur këtë pikpamje. Nga se njerëzit kur shohin një individ të caktuar, i cili del prej oborrit të xhamisë, madje ka dhe një kapel që simbolizon se ky është një besimtar. Pe ai në shikim të parë ato presin që ai të jetë i sjellshëm, ai të jetë edukuar, ai të jetë i drejtë, i mëshirshëm dhe kështu me radhë. Nëse ai bën një të kundërtën, nuk flasim për perfeksionalizëm, njeriu nuk është perfekt, por përderisa thirret në islam, është dashur të kuptojë se thelbi i islamit është morali dhe edukata. Ky njeri i cili del jashtë xhamisë, me formën dhe me veshjen islame, do të ketë i kujdesshëm, se thirret në diçka e cila është thelb e ka moralin. Për t'ja u bërë edhe më të qartë në audiencës, dëgjuesve, teleshikuesve dhe kështu me radhë, apo radion dëgjuesve, se islami me këtë grup rregullash, me këtë grup parimesh, sinon të ndryshoj njeriu. Dhe njeriu kur thirret në islam, është sikurse nëse guxoj ta marr një profesion të caktuar, për shembull polici. Polici është i paraparë dhe supozohet që me uniformën e vet të mbaj rregull, të mbaj rend, të ndaloj që të mos kalosh në të kuqe në semafor, mos dëmtosh tjetrin, mos vjedhësh pasurinë e tjetrit, dhe më thënë të mbaj rend. Nëse ky polic me këtë uniformë është bëhet ai shkaktar që hin në të kuqe, dëmton rendin, vjedh tjetrin, do të dënohet. Dhe s'pari herë do të dënohet për uniformën që ka keq përdorur, dhe pastaj do të dënohet për ligjin që e ka thënë. Njëjtën gjë është edhe me besimtarin. Besimtari është ai i cili do të mbaj rend, do të mbaj rregull, të jetë i kujdesshëm me fjalorin e vet, me veprimet e veta, me sjelljen e tij. Nëse ky i thyen atë, s'pari herë do të jep llogari pse në emër të islamit e ka bërë këtë përdorim dhe ka bërë këtë veprim jo të heshëm, dhe pastaj do dënohet edhe për do të jap llogari. Zoti i do dënohet, do të jap llogari për thyrjen e një veprimi të cilën ai e ka bërë. Domethënë islami manifestohet, morali islam manifestohet më shumë me veprimet tona, me familjen dhe në rrethanat rrethën në cilën na jetojmë. Shpresoj nuk kesh ai të rrezgjatur. Allah shpëlbeft xheneror. O xheneror, pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe dëgjuesit e Radio Vatit? I nderuar, meqense për temën e moralit, pos që ka folur pejgamberi alayhi salatu wassalam në numër të mjaftueshëm të bukur të haditheve të tij, thënieve të tij, janë shkruar libra të mjaftueshëm, thuajse gati të panumëruara në lidhje me këtë tematikë, dhe shumë dietar islam prej atyreve bashkohor dhe prej atyre në të kaluarën, cilën kanë ndëruar jetë klasik si një literaturë islame, kanë shkruar për këtë tematik, dhe që ta përmbyllësh nuk është edhe aq e lehtë. Po ne do të mundohemi që në pikat shkurta dhe në mbas të aftësive, njohurive të cilat të kemi na, që japim një mesazh. Koha cilën na po jetojmë dhe po e dëshmojmë këtë kohë, domethënë jemi duke e përjetuar këtë jetë kohë, shohim se teknologjia po përparon shumë. Mjetet nga të cilat njeriu mund të fitojë informacione janë të shumta, madje edhe një celular cilën në gjendet në xhepin ton, ai mund na ofrojë shumë të dhëna. Ditoria në aspektin e parë, shikim të jashtëm, shihet se ka një përparim. Mirë po, kur vjen puna tek morali,
te etika, atëherë në shohim se ka një lloj stagnimi. Këtë po e dëshmojnë veprimet e jashtme. Këtë po e dëshmon edhe ajo lloj mbeturinës i udhër në rrugë, cilën e paska hedhur një njeri i papërgjithshëm dhe i pa edukat. Madje është edhe më e rënda kur një njeri, siç thamë edhe më sipër, duke u thirrur në Islam e ka bërë këtë. Atëherë këtu ndodhet një problem tjetër. Paska një keq kuptim të Islamit. Çfarë mendojmë se Islami është vetëm unë të falem dhe pastaj të hudh mbeturina. Jo, andaj ndëgjuesi dhe ndëgjuesja e nderuar dhe i nderuar. Duhet nëse deri më tani nuk kanë pasur një pikpamje të tillë, duhet që ato të marrin të lexojnë, të pyesin ndoshta imamin e lagjës vet, se cili është thelbi i Islamit. Çfarë qen ka Islami dhe ta kuptojnë se Islami është morali, Islami është etika, Islami është mirësia, Islami është drejtësia. E gjithë kjo i përfshill dhe përmbyll termi Islam apo moral. Dhe për fund, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ju shokëve të vet, ashtu duke ndenjur në xhaminë e tij, në vendin ku ai pushonte dhe kalonte në pjesë bukur të madhe të jetës tij, ditës tij, të muajve të tij, të minutave të tij, se duash quaj. Pejgamberi alayhis salam tha: "A dëshironi që t'rregoj ju, të dashurit e mi, se cili veprim vlerësohet si veprimeve më të vlerësuara tek Allahu i Madhërisëm apo konsiderohet si veprimi më i pëlqyer tek Zoti i Madhërisëm?" Ato pyetën një zëri. Po, ishin të interesuar. Pejgamberi alayhis salam tha: "Morali i mirë, sjellja." Andaj të dashur ndëgjues apo shikues të Radio Muftinis, do t'ju kisha dashur të them që sot më shumë se kurrë shkohet që na Islamin ton ta nxjerrim jashtë shtëpive, jashtë xhamive, dhe atë Islam ta manifestojmë me sjelljen tonë, me veprimet tona, duke mësuar fëmijën tonë se si cilët, duke mësuar një të afërm tën, duke përmirësuar se si cilët dhe duke ju demonstruar njerëzve jashtë se me të vërtetë muslimanët janë të rregullit, të moralit, të fjalës, të paqes, të sinqeritetit dhe të gjithë saj që quhet moral Islam. Kjo do të ishte si përfundim mesazhi i kësaj dite të xumaje. Ajo që kemi thënë të sakt është prej mirësive të Zotit, ajo që kemi gabuar është prej mangësive tona. Zoti ju ndërbleft, ju shpërbleft, ishte kënaqësi që të jem në mesin e juaj. Amin. Hoxhë nderuar, Allahu ju shpëleft për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Ju faleminderit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim Hoxhën e nderuar Bekri Efendi Ejupi. Deri në emisionin e radhës mirëmbëçet, Allahu të na i pranon gjitha lutjet dhe ibadetet e kësaj dite madhështore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.